Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju recetën origjinale të gurabijeve të kuqe të fëmirisë. Nuk e di a ju kujtohen apo jo, por nuk është nevoja të shkoni në Shqipëri për t'i konsumuar, por mund t'i përgatisni ato në shtëpi. Nuk e keni iden se sa lehtë përgatiten me ato 2-3 sekretet e vogla. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një enë do të shtojmë një vezë, 200 gram sheqer, 60 gram gjalpë të tretur dhe masën do ta përziejmë shumë mirë me ndihmën e një teli kuzhine. Do shihni që do të na duhet një masë pak kremoze, ja kështu si po shihni në video. Vazhdojmë me 200 ml qumësht. Vazhdojmë përzierjen derisa të na përftohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Do vazhdojmë me 400 deri në 500 gram miell gruri, 2 lugë niseshte dhe 1 lugë çaji me sodë. Do ta përzijem masën, miellin mund ta shtoni pak e nga pak duke e parë me sy derisa të na formohet një masë e butë por jo e ngjitur. Dhe me ndihmën e pecit që hapim petët e byrekut, do ta hapim atë në formën e një pete, as të hollë dhe as të trash. Kur të kem prerë formën e tyre, do shihni edhe trashësinë e petës që duhet ta hapni. Me kujdes e hapim në këtë mënyrë dhe pasi shihni që trashësia është ajo që duhet, do t'i japim formën. Unë kam zgjedhur shumë thjesht ndihmën e një gote. Siç e shihni, kaq e trash duhet peta, në mënyrë që të mos ju dalin shumë të trasha pas pjekjes. Keni parasysh që ato do të fryhen pasi kanë edhe sodë në përbërjen e tyre. Pasi I kemi prerë të gjitha, I vendosim në tavë që duhet patjetër një letër pjekje poshtë. Dhe do t'i pjekim në 180 gradë derisa të jenë gati. Dhe këtu vjen pjesa e rëndësishme, ju duhet 100 gram sheqer pluhur, 1 deri në 2 lugë ujë dhe ngjyrë të kuqe për ëmbëlsira. Do ta përzijem masën mirë, këtu është një sekret shumë I rëndësishëm. Do keni parasysh që masa e kuqe nuk duhet të jetë shumë e hollë, pasi nuk do të qëndrojë mbi gurabijet e pjekura. Nëse shihni që është e hollë, mund të shtoni edhe pak niseshte më shumë. Dhe pasi janë gati, biskotat I heqim, pra gurabijet I heqim nga soba dhe I lëm të ftohen plotësisht, duhen plotësisht të ftohta dhe I lyem me ngjyrën e kuqe që përgatitëm. I lëm të thahen dhe I keni gati për t'i konsumuar. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, dëgjohemi në recetën e radhës.